O hoxh, selam aleikum. E bëj 1000 herë njet me u fal. E diçka më ndalon. Çfarë më sugjeron? Allahu të rujt. Aleikum salam wa rahmatullah. Amin. Allahu ju rujt edhe ju. Të këshilloj që mos të vonosh faljen e namazit. Mos e lër shejtanin të të pengoj. Është shejtani ai që nuk dëshiron që ti ta falësh namazin, që ti ta krysh këtë urdhër të Allahut të lartësuar në mbi 72 ajete i madhi Zot në Kur'an, porosit për faljen e namazit. Shtylla e dytë e Islamit. Kush i fal 5 vakte i premtohet xheneti. Shejtani nuk do që njeriu ta fitojë xhenetin, që njeriu të fitojë lumturinë e përjetshme. Prandaj të këshilloj me një herë me e fillu namazin e radhës. Këtë namaz që ke për të falë, pra, filloja me këta. Me ikindin, me që jemi në kohën e ikindis, me e fillu. Fale ikindin dhe filloj namazet rregullisht. Mbështetju Allahut të lartësuar dhe lute Zotin e gjithësisë, mos të privoj nga kjo mirësi e madhe. Namazi, lidhje me krijuesin e gjithësisë. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjithësisë është sejdja. A nuk do të jesh pranë Zotit të gjithësisë?